Në Shqipëri ne kemi më shumë për hir të së vërtetës, më shumë propagandë dhe shumë më tepër gjysmë të vërteta, të cilat shpërndahen për qëllime të caktuara. Qëllimet mund të jenë thjesht klikime, qëllimi tjetër është politik, pra për qëllime politike, lexohen raportet në format apo nxirren jashtë kontekstit dhe lexohet paragraf të caktuar, bëhen deklarata apo premtime dhe vishen në një kontekst të caktuar. Pastaj fakti që një pjesë e madhe e politikanëve vazhdojnë të ecin me materiale të përgatitura është një ndër problemet kryesore dhe një nga sëmundjet më të mëdha të medias në Shqipëri, dhe dëmi më i madh që ka ndodhur gjatë këtyre 10 viteve është që duke ushtruar, po nga ana tjetër edhe duke e ndikuar këtë lloj forme gazetarie, roli i medias, por dhe roli i gazetarëve profesionistë vjen duke ulur dhe kjo ndikon qoftë në besueshmërinë e institucioneve publike, po nga ana tjetër edhe në demokracinë dhe zhvillimin e demokracisë së vendit tonë. Në fakt edhe reporterët pa kufij e kanë renditur Shqipërinë si një vend që nuk ka ose është renditur në një pozitë që nuk e favorizon për sa i përket lirisë së medias. A mos ndoshta vjen edhe nga ky faktor ose ky fenomen që nuk kemi një media të fuqishme dhe totalisht të pavarur? Patjetër që është ndikim. Tani që t'i themi gjërat siç janë, mediat në Shqipëri, po, dhe ne dim shumë mirë, mediat në Shqipëri mund të jenë të fuqishme dhe profesionistë, me gazetarë profesionistë dhe me materiale apo me shkrime që ka rëndësi të madhe për vendin, por edhe për qytetarët. Problemi është që mediat në Shqipëri kanë pranuar edhe janë detyruar të kenë këtë marrëdhënien të shfrytëzohen si kanale komunikimi nga politika apo dhe nga biznesi. Ose qoftë edhe si kanale të shpërndarjes së një mesazhi. Pra, kur unë them kanal komunikimi është një hapësirë televizive apo një hapësirë online ku ti pranon të shpërndar çfarë do lloj informacioni pa e kontrolluar ose më saktë pa e prodhuar ti me parimet e gazetarisë, që qëllimi kryesor i gazetarisë është të informojë saktë dhe në mënyrë të paanshme.